me mamin e Anita Muçaj. Kemi pas një bashkëpunim të shkurtër. Kur erdhe në Kosovë, po flasim para 20 vitesh, pas lufta. Situata nuk ka qenë edhe më shumë. Edhe më situata nuk ka qenë as në favoret e shtetit, por ma merr mendja dhe nga ana profesionale as në të tuat. Çfarë kujtimesh? Si tu duk tregu? Fillimisht ishte ajo frika, siç ta thash, që thosha si do më presin. Kam patur 2 bashkëpunime. Njëra ka qenë, duhet ta cek, sepse ka qenë vërtet një zonjë me mamin e Anita Muçës. Kemi pas një bashkëpunim të shkurtër, por ka qenë vërtet një grua shumë e mirë, edhe kemi hapur një qendër bashkë, domethënë ajo e hapi dhe ne kemi pas bashkëpunime. Dhe aty e parë që mua, bashkëpunimi i parë ka qenë, dhe më kam pritur shumë mirë klientët, sepse unë duhet të krijoja dhe nuk e dija se si do më prisnin. Dhe pas asaj hapa qendrën time. Kam lëvizur lokacione, kjo nuk është në të mirë në të timin, por kam kliente prej atyre viteve.